Dhe së fundi dua të ndaj me ju kënaqësinë e marrjes këto ditë të një raporti shumë domethënës të Bashkimit Evropian përmes instrumentit të përkatës të Sigmës dhe OECD-s që ka analizuar edhe panoramën e përgjithshme të prokurimit publike në rajonin tonë, ku Shqipëria spikat me përmirësimet e saj dhe përmes shifrash dhe faktesh do të mund t'i tregojmë edhe publikut se sa larg janë të gjitha ato që thuhen dhe stërthuhen duke ushqyer një perceptim negativ lidhur me raportin e Shqipërisë me korrupsionin dhe lidhur me pozicionin e kësaj shumice ndaj korrupsionit në raport me realitetin e fakteve dhe të shifrave konkrete, të identifikuara dhe të rreshtuara jo nga qeveria apo ekspertët e saj, po nga një instrument i besueshëm dhe cilësor i Bashkimit Evropian, me të gjithë integritetin e duhur profesional për të treguar se cila është e vërteta edhe në atë çka lidh prokurimet publike me transparencën dhe cilësinë e mekanizmave që i vën ato në përdorim në të mirë dhe në interes të publikut, ku Shqipëria përsëri spikat si e para në rajonin tonë.